Mami, pse të shtonën e madhe nuk flitet shumë? Sepse ajo është dita e heshtjes dhe e përgatitjes para Pashkëve. E hëna e shenjtë, për rabin e madhe të gjithëve, Jezusi bëri një kamxhik dhe i dëboi ata që bënin tregti në tempull. E Marta e shenjtë, kujtojeni, e ardhmja ime sjell dhimbje, por edhe dritë. Jezusi e di. Një prej tyre do të më tradhtoj. E ëntja e shenjtë. Ai ndau bukën, duke dhënë dashurinë e fundit. E diela e Pashkëve, jeta triumfoi mbi vdekjen. Faleminderit, mami. Ki besim gjithmonë, Zoti është me ty.